Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e diel dhe ne jemi çu pak vonë sot, se duke qenë se dje në dark ishim tek Escape-i dhe kemi një dje në orën 4 të mëngjesit atje. Në 5 e pak na ka zënë gjumi dhe në orën 12 jemi çu sot. Dhe tani po nisemi për të qytetë uja, sepse nesër ka ditëlindjen kunati im, domethënë vllai Lorit. Bon 30 vjeç dhe duhet ikim t'i blejmë një dhuratë. O tek qytetë uja ose tek Tegu, nuk e di të shohim, po unë do ju marr me vete dhe do ju tregoj çfarë do bëjmë gjatë ditës. Shtyje karrocën, hec. A pas shtyje karrocën. Po të goj, ç'a ka aty nena? Ç'a blem neve sot? Danesor. Mere? Po. Ta hap mama pastaj po tregoj. Po këtu tjetër ç'a ka tjetër këtu? Ç'a ka tjetër këtu? Hajde shipe ç'a ka tjetër këtu. Tregojmë këtu. Ta tregojmë këtu ke YouTube-in? Morëm edhe një kështu nga këto librat që pikturon, që ngjyros, dhe kjo kishte edhe stikera, kishte edhe këto tushat e vet, dhe ç'a kishte tjetër kjo? Ta shohim ç'a ka tjetër. Domethënë stikera, tushat dhe për të ngjyros. Janë kështu gjona çunash. Ka vetëm traktore, eskavatore, kështu gjonash. Tash nuk e kuptoj ku ngjiten këto, nëna, ta shohim mirë ku ngjiten ato stikra që kishim aty, apo janë kështu stikra që mund t'i ngjisim nëpër shtëpi. Shumë duket janë. Okej, kjo kishte 4 lapsat e veta. Morëm këto me qeri, se i ka fiksim këto me qeri, dhe morëm 2 nga këto tek Rossmani, këto që janë kështu si tip waffle-ash me mjalt.
jo për t'ju tregu blerje dhe bashkëpunime dhe pako, siç ndodh zakonisht kur jam te kjo zona këtu, po, siç e kuptoni, jam shumë e lumtur, sepse dje arritëm 1000 subscribers në YouTube dhe kush është marrë me YouTube-in ose pak a shumë ka dëgju nga tjerët, e din që të arrish 1000 subscribers është hapi më i rëndësishëm, është diçka shumë e madhe për sa i përket YouTube-it, sepse mund të duket në fillim kur e ngjon, për shembull, po të thot dikush që të arrish në verifikim dhe në monetizim të YouTube-it duhet të arrish 4000 orë shikime dhe 1000 subscribers, në fillim nuk të duket ndonjë gjë kush e di se ça, po duke ditë që njerëzit e kanë pak nuk e di si ta them, qa fjale të gjej fix, po e kanë si bezditë të bëjnë subscribe, nuk e di pse. Që nuk është asgjë, nuk ju kushton asgjë, që thjesht shtypni atë butonin aty të bëni subscribe. Për ju ndoshta mund të jetë një gjë shumë e kot, shumë e vogël, po për ne që merrem me këtë punë është motivim dhe shtys për të vazhduar më shumë me YouTube-in, për të krijuar më shumë, sepse vlogu, kanali në YouTube në përgjithësi don shumë kreativitet. Nuk mund postosh gjona kot pa piklidhje ose pa tregu gjëra të bukura që njerëzit kanë interes të shikojnë vazhdim. Siç ju thash në fillim kur e ngjova për herë të parë, thash që 1000 subscribers nuk është se nuk besoj se do jetë e vështirë që ti arri, po duke fol me gocat që merren me YouTube dhe duke pyet nëpër Google, nëpër kështu, kuptova që nuk është aq e kollajt, sepse janë 1000 persona që duhet të bëjnë subscribe, sepse ato 4000 orët unë i kam arrit shumë shpejt, 4000 orë shikime. Tani jam tek 30-40.000 orë shikime, po 4000 e arrita shumë kollaj. Ndërsa subscribe-et nga 100 tek 500 ishin të shpejta. Pasa nga 500 e këtej nuk e di sepse ra pak ajo shpejtësia, ul pak ritmi, po e dija që thellë ndjeja që nuk do më kalonte viti pa bë 1000 subscribers. Po, unë nuk kam bë as 8 muaj, diku te 8 muaj plus minus kështu, dhe i arrita dje. Për momenti që po flas jam 1002 subscribers dhe ju falenderoj të gjithëve nga zemra. Nuk e keni idenë se sa falenderuese dhe mirënjohëse jam. Për gjithë ju që më njihni, për të afërmit e mi, po mbi të gjitha për ju miqtë e mi virtual, që e kuptoj që shumë për ju është kanë kriju një tip afeksione, një tip lidhje me mu, e kuptoj që shumë për ju është i pëlqej, dhe me thënë, ju pëlqejnë gjona që unë boj, që u tregoj, ju pëlqen pak a shumë tipi im, dhe sidomos jam jashtë mase falenderuese për ju që komentoni dhe që më çoni mesazhe në Instagram. Sinqerisht them është gjëja më e mirë që unë kam bë, vendimi më i mirë që kam marrë është që kam hap YouTube. Sado që e kisha me shumë më dyshje, po ndihem shumë me YouTube-in dhe tani që arritëm, si me thënë, atë hapin kryesor, jam e sigurt që do rris dhe një marsh më shumë, kështu që do shtoj ato pajisjet që do na duhen për një video më me kualitet, për një video më të pastër, do krijoj sa më shumë content, por të keni parasysh një diçka. Unë nuk jam tip që sforcohem për të kriju content, sepse momentin që sforcohem, besoj se gjithëve mund ta ndodhi që duke u sforcu nxjerrim një diçka që nuk është e mirë, nuk është si me thënë produktive, nuk ka shumë krijim të bukur kur sforcohesh. Unë du që të krijoj content,
po me gjona që mund ndodhe me vërtet gjatë ditës. Nuk du të shtoj gjona kot sa me thanë që hajt të postoj videon. Prandaj ndoshta ndonjëherë edhe kur postoj më rrallë se zakonisht, mos ma veni re dhe mos u mërzisni sepse ndoshta ato ditët unë nuk kam pas shumë gjona që t'ju tregoj ju, shumë kreativitet, shumë content që t'ju tregoj ju dhe më mirë kam thënë nuk po filmoj fare, sa t'ju tregoj thjesht që u çova mjes, u vesha, dola, ika te mami, ika te çova çunin kopës dhe era në shtëpi. Këto janë gjëra që unë i bëj për ditë dhe duke ja u tregu për ditë di që bezdiseni, se jam bezdisur vetë me këto gjëra që bëj për ditë, jo më ju. Kështu që unë kam qejf që t'ju tregoj me vërtet përditshmërinë time, po duke fut mendime plus, kreativitet, gjëra të bukura, çka kam ble, ku kam shku, çka kam provu, domethënë udhëtime. Këtë kam qef unë. Kjo është, si me thënë, jeta ime dhe kjo është ajo që unë do sjell te ju. Si që keni vënë re, jam tip që kam qef shumë të dekoroj, zbukuroj, rregulloj shtëpinë. Kam qef këto lëvizjet në çdo fundjavë, një herë ose dy herë në muaj nga një udhëtim. Domethënë këto gjëra do keni te unë. Jetën e një mami pa filtra. Dhe me sa kam pa, ju e keni pëlqyer shumë mënyrën time të jetesës, mënyrën time se si unë jam shfaq këtu në YouTube. Dhe kjo gjë solli që për 8 muaj unë arrita të verifikohem nga YouTube-i, pavarësisht se për momentin asgjë nuk është bërë konkrete. Thjesht kemi arrit 1000 subscribers, pres që nga momenti në moment të më vijë njoftimi nga YouTube Studio që të vazhdojmë me hapat, me verifikimin, monetizimin dhe të gjitha. Po gjëja kryesore ndodhi dhe siç u thash, jam falënderuese ju dhe siç e dini që ju kam thënë para një javë dhe 10 ditësh që unë në shenjë falënderimi do bëj një dhuratë për ju. Vetëm një person do ta fitojë atë dhuratën, po siç e dini unë ju kam thënë që do e bëj shpesh këtë gjë. Do dhuroj shpesh dhe tani është rradha të bëj dhuratën e, si me thënë, e arritjes 1000 subscribe-ve. Ju kam tregu atë çantën që është përdor 1-2 herë nga unë. Do mundohem edhe ta spërkas me parfumin tim të preferuar, sepse du të vi pak te shtëpia e asaj gocës që unë, domethënë që do zgjidhet që të fitoj. Domethënë të jem pak unë te ajo çanta, sepse edhe produktet që unë do zgjidh, që do dalë nesër me kismet Zotit të blej, do jenë produktet që unë pëlqej edhe për veten time, do zgjidh domethënë nuanca, make-upi, gjona që unë i pëlqej edhe vet. Kështu që pak a shumë në mënyrë figurative do jem dhe unë aty te ajo çanta. Kështu kam menduar që pak a shumë t'ju falenderoj. Si që thash, këtë gjë do e kemi shpesh. Sa herë që do arrim një diçka caktuar do kemi dhurata dhe të gjithë ju që më keni për momentin subscribe, ju falenderoj nga zemra. Sinqerisht, edhe pse shumica nuk e njoh, një pakic i njoh virtualisht, po shumica nuk i njoh. Thell, më duket sikur ju njoh dhe ju kam shumë xhan, sinqerisht, vetëm më thënë që nga fakti që ju më ndiqni për ditë dhe kërkoni videot e mia, e vlerësoni pak a shumë punën që unë po bëj. Dhe unë do mundohem që të bëj një video kastile posaçërisht për verifikimin dhe monetizimin e YouTube-it, por këtë video do ta bëj kur të bëhet gjithçka, domethënë me rregulla të gjitha, të bëhet çdo gjë konkrete. Por një gjë të vogël do t'ju them që tani, që për ju goca, cilat mendoni, keni qef, keni pa gjithë to vite, keni pa vlog edhe e keni që këtu brenda atë dëshirën për ta hap dhe ju një kanal YouTube-i, po ndoshta mund keni arsye caktuar që nuk e hapni, mund t'ju vi turp, mund mendoni se nuk keni për këtë punë, mund mendoni se ndoshta nuk ja dilni, ose dikush po ju pengon, diçka po ju pengon. Unë di t'ju them vetëm këtë. Mos bëni gabimin që kam bërë unë, se pak a shumë këtë që gabim, se unë kam dash diku para 5 vjetësh tap
YouTube-in, po si shumë prej jush mendoja edhe unë që nuk jam për këtë punë. U veja pak në siklet, nuk kam qenë tip, do të thënë gjithmonë nuk kam qenë tip që flisja me kamerën ose bëja shumë foto vetes time, ku digjon se qa, dhe kisha kryer në kokën time atë idenë që unë nuk jam për këtë punë. Po, shifja shumë vlog, si shqiptar, si të huj, dhe shifja që ato që unë diqja ishin pak a shumë si tipi im, bënin jetën që bëj unë, dhe thoja, ore, tani qa kam këto më shumë sonë, pse mos të hap edhe unë? Duke qenë se kam shumë qef, dhe shumë njerëzit e mi, miqt e të afërm që më njohin, do më thonin Kamila hape YouTube-in, sepse pak a shumë u shtym dhe nga fakti që fillu njerëzit duke më pëlqyer shumë dhe në TikTok, pavarësisht se TikTok-un se përdor më tani, po do më thonë, nga TikTok-u e pash që njerëzit pëlqente shumë përditshmëria ime, jeta ime dhe gjonat që unë boja, dhe e hapa dhe kam bë gjon më të mirë të mundshme. Thash, jam bë shumë pishman që se kam hapa përpara, po qa iku, tani të mundohemi të rikuperojmë këtë të sotmen, dhe këtë doja t'ju thoja që në qoftë se keni sikur 10% dëshirë, qef dhe vullnet që ju të hapni YouTube-in, hapeni, sepse është shumë gjë e bukur, nuk keni nevojë për shumë gjona për momentin. Ja, unë për moment tani me ju po flas me telefonin tim, që përdor për çdo gjë, përdor edhe për YouTube-in. Nga tani e mbrapa, me që po shoh që YouTube-i im po lulzon, normale që do marrë dhe gjona tjera, po si fillim për mendimin tim, vitin e parë nuk keni nevojë fare për gjona plus. Nuk është se keni nevojë për shumë gjona. Siç ju thash, vetëm për telefonin, dhe mjafton, kryesorja është ju të keni dëshirë, të keni vullnet dhe originalitet. Mos mundoni që se s'mund të them, nuk pëlqen kjo fjala kopjoni, po inspirohuni, po jo në atë pikë që të bëheni më shumë ai personi që ju po inspiroheni. Inspirohu, po duke tregu veten tate dhe realitetin tat, jo të tjerëve. Dhe kaq, siç u thash, kaq që mjafton për të hap një YouTube, po gjithsesi për këtë temë do flas më shumë, siç ju thash, tek një video që do jetë ka stile për YouTube-in, për vlogun, dhe kaq. Sot isha e qik tek Jumbo dhe te Sinsej. Ju pa vetëm disa pjesë nga Sinsej në fakt, po Jumbo nuk filmova se përgjithësi në çdo vlogun tim ka një sken që unë kam filmu nga Jumbo. Po i bleva çunit një 5-6 dhurata, sepse kemi një qershorin para. Sot është data 29 maj, dhe sot çuni kishte festën te kopshti. E bon sot për shkak se nesër e ka festën grupi madh, dhe pas nesër më duket se do ta bëjnë pushim. Një qershori i binte e diel, kështu që nuk e festojnë dot në Kopësht, po grupi i çunit tim, që është grupi i vogël, e feston sot, bon aktivitete të ndryshme, piktura, sfilata, foto, kishte animator, kishte zbukurime në Kopësht, u kënaqën shumë, dhe unë me Lorin mendum që fëmijëve të grupit Odit i bonim ca dhurata të vogla, nga ato konfetat që pak a shumë ja u tregova, po kam rujt dhe 2 që t'ja u tregoj çik më mirë se si ishin shumë bukura, dhe përfitoj nga rasti të falenderoj shumë konfeta bonbon, që janë ato. Unë besoj se janë vajza, nuk e di pse, unë e di që kanë folë me një gocë, po besoj se mbrapa atit Instagramit nuk është vetëm një gocë, besoj se janë më shumë, sepse është punë shumë e vështirë, është punë shumë e bukur që del nga durët e atyre, dhe doja t'i falenderoj shumë se kishin bërë një punë fantastike. Fëmijët i pëlqejnë shumë, edukatorët më falenderojnë shumë, dhe mu dhe Lorit na është shtu jeta sot. Për këtë gjë, që sado që ishte e vogël, po mjafton që fëmijët u kënaqën dhe pam atë lumturi në fytyrën e atyre. Kështu, dhuratat e çunit, unë i kam lënë te makinat e bagazhit se po përtoja t'i merja vetëm, kur vim darke me Loren do t'i marr, dhe mund t'ja u tregoj ose sot ose kur t'ja tregojmë çunit me një qershor. Gjithsesi unë t'ja u tregoj kështu si kuti pa hap, se kam qef ta hapi çuni. Do filmojmë dhe atë reagimin e çunit dhe do ja u tregojmë. Tani unë po çohem, kam një 2 gjona të vogla për të bërë në shtëpi,
do marr çantën dhe do iki te mami se kam dhe çunën e ke mami dhe zuri gjumi atje dhe du të shkoj ta marr se me shumë mundësi thash do dalim. Ika, ju falenderoj shumë për gjithë që ju thash. Jam shumë falenderuese, shumë mirënjohëse dhe ju kam shumë gjanë. Dhe t'jeni të sigurt që nga tani e tutje vlogu im do jetë më aktiv, më prezent dhe me gjona të reja dhe të bukura sepse na pret një verë shumë e bukur përpara. Lotra për Odin? Kitare! Po tjetër? Po tjetër? Wow! Qa është kjo? Pistoleta, qa është kjo? Po tjetër? Wow, motori! Po tjetër? Zatori. Wow, kjo është kështu? Shpat. Po tjetër? Libri. Shife si bën ky libri, bën kështu. Shife, edhe mrena ashtu bën. Wow. Wow, jas TikTok. Wow. Edhe këto për akullore, mami? Janë për të bërë akullore. Pëlqej? Shumë? Hape. Tani këtij vlogu erdhi fundi. Po editoja dhe pash që nuk kisha bë mbyllje dhe kam goxha kohë, këto kohë të fundit nuk kam bë mbyllje të videove dhe thash po e hap tani. Unë nuk do filmoj gjë gjatë ditës më, sepse do mundohem këto 2-3 orë në vazhdim që qetësohem pak, se edhe sot jemi në klub, do shkojmë te Escape-i po prap, edhe pse ishim javën e kaluar do ikim edhe këtë javë dhe di që kur jam kështu si e lodhur nuk e shijoj dhe nuk kënaqem 100% nëse shkoj e lodhur, kështu që po qetësohem pak, nuk do dal nga shtëpia për këto 2-3 orë dhe nuk kam çat filmoj që t'ju tregoj dhe prandaj thash po bëj mbylljen. Gjithsesi, skena nga momentet që do bëhem gati dhe momentet që do jemi atje unë do kap normale, po ju do t'i shihni tek vlogu tjetër. Ika pra, faleminderit shumë që më ndoqët, jeni shumë të mirë dhe shifemi kismet tek vlogu tjetër. Dhe mos harroni, komentoni sa më shumë tek kjo video dhe thojeni njerëzve t'ju të afërt që t'ju bëjnë like te komenti sepse do fitoni një çantë plot me gjona të bukura ju gocat, se për goca është normale. Ika, paçim.